kanë si janë prej rasteve ose janë agresiv, kanë probleme me ligjin ose probleme të ndryshme, zakonisht rrjedhin prej familje të cilat kanë pas konflikte çiftet ose prindit me zveti. Prandaj, për arsye se ata nuk kanë një stabilitet emocional, nuk marrin atë sigurinë emocionale që i duhet një fëmije, edhe patjetër që nëse ka predispozit kënë probleme jashtëzakonisht madhore. Po a kanë qasje edhe fëmijët në ndihmë profesionale, domethënë pas ndarjes së prindërve? Pa dyshim që duhet të kenë qasje, kanë qasje. Unë mendoj vërtet qasja tek profesionistët të shëndetit mendore shumë e kufizuar në përgjithësi në vendin tonë, duke marrë parasysh nevoja që neve kemi si popull dhe ato çfarë kemi kaluar, por mendoj si ka qasje dhe duhet të ketë, por ka një qasje cila, them drejtën, nuk është e mjaftueshme për këto raste, sidomos për këta fëmijë si rritën në ambientet e dhunës, se që nëse ka shumë predispozit të jenë në dhata vetë dhunus. Patjetër. E thatë shumë saktë disa herë që fëmiu modelon sjelljet e prindërve. Po si e përjetojnë adoleshentët ndarjen e prindërve? Të ndalemi pak tek kjo periudha e ndihshme e adoleshentëve. Kjo është më shumë individuale në varësi të lidhjes e në varësi të asaj çfarë ka përjetuar fëmiu. Edhe në disa raste, kur dhuna është e vazhdueshme, presioni është i vazhdueshëm, ky është i farletësimi edhe për adoleshentët. Prandaj, duhet të dim së pari se si ka funksionu ajo martesë, a ka qenë abuzim i vazhdueshëm ose presion i vazhdueshëm ndaj njëri tjetrit, por në disa raste kur kjo është e vazhdueshme dhe fëmijë është rrit në një presion, në një dhunë të vazhdueshme, është një farë lloji çlirimi edhe për këto mosha. Po ndalim pak edhe tek roli i institucioneve. A mendon që janë të mjaftueshme shërbimet sociale që i ofrojnë çifteve kur kanë kriza? E ceka paraprakisht. Neve vërtet nuk ofrojmë shërbime atë sa ka nevojë dhe të bazume në bazë të problemeve që kemi si shoqëri. E janë disa probleme ku tani nuk po hym në detaje, por mendoj si në përgjithësi edhe institucionet ato çfarë mirën me shëndetin mendor, ose në që të gjitha çfarë ka të bëj me rehabilitimin e viktimave pas divorcit ose të çifteve që kanë përjetuar divorcin ose fëmijëve, janë në numër shumë të vogël. Po a ka programe të cilat munden, domethënë, me parandelu divorcin? Pa dyshim që ka programe, thash, neve nuk kemi programe, po ato çfarë duhet të bëjnë çiftet që të parandalojnë divorcin, kishte qenë shumë mirë konsulta në çift me psikologun, edhe me a ka ndonjë rrugë zgjidhje, a ka ndonjë rrugë dalje dhe me identifiku problemet të cilat ka çifti edhe sa janë të gatshëm me i përballu ato probleme ose me u rehabilitu në përgjithësi në konfliktet që kanë. Po sa mendon që kanë përkraje ligjore ose mbështetje ligjore gratë dhe burrat kur kalojnë, domethënë, këtë fazën e divorcit? Të thënë të drejtën duke parë parasysh si neve edhe ashtu jemi një shtetëri edhe institucionet akoma janë